Kryetari i Drenasit, Ramiz Ladrovci, në Rubikon, u shfaqi bindur se do ta mposhte Albin Kurti nëse në zgjedhjet e ardhshme do të garonte me një iniciativë të tillë. Ladrovci deklaroi se do të përgatitet pasi sipas tij kur në jetë nuk është zënë befasi. Unë kam thënë nëse dal me iniciativën time, do ta mund edhe Albin Kurtin, deklaroi Ladrovci. Ai më tej shtoi se PDK-ja do të shkonte në një koalicion me vetëvendosjen nëse do të arrinin të dakordoheshin në disa pika të rëndësishme, siç është ndihma për fondin për rishkrerjet e UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hag. Ndërkohë, kryetari i komunës së Drenasit po ashtu u shpreh se në situatën në të cilën ndodhemi do të dëshironte që Glauko Njufca ta kishte marrë ditën e dieshme mandatin e kryeministrit. Ai tha se pas situatës së krijuar do të shkohet në zgjedhje të parakohshme në dhjetor ose në fillim të janarit. Unë nuk kam dëshirë shumë të analizoj vetëvendosjen, Glaukun e kam mik, ne kemi miq pavarësisht në cilin subjekt janë dhe askush s'mund të na e mohoj se kemi miq. Në këtë situatë kisha pasur dëshirë që Glauku sot ta marrë mandatin e kryeministrit, por ja që partitë politike opozitare kanë vendosur ndryshe dhe po besoj që po shkojmë shumë shpejt në zgjedhje të parakohshme në dhjetor apo në fillim të janarit, e vendos presidentja pas konsultimeve me partitë politike, deklaroi Ladrovci. Sipas tij, mungesa e qeverisë dhe mungesa e konstituimit të kuvendit është dëm i madh, sidomos në këtë situatë që po kalon Kosova.